Gjani tash, drejtësia nuk është azëm se Ministria Brendshme. Edhe policia, ku të reformat i aplikon në mënyrë të drejtë për drejtë. Drejtësia i ka trupat e vetë që supozohet të kenë autonominë e tyre, dhe pastaj ato reformohen në drejtim të arritjes së qëllimeve, e qëllimi fundamental i drejtësisë, po marrë menja që është luftimi i krimit dhe sundimi i ligjit. Tash, kur jemi këtu, na jemi mundu që këtë ta bëjmë përmes ligjeve, të shtyjmë disa reforma përpara, prej vetingut e deri te ligji për konfiskimin zyra, themelimi i zyrës për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Këto ligje kanë hasë në një rezistencë të ashpër prej partive me cilat janë me përfaqësues të tyre janë më ulur këtu, edhe vazhdimisht i kanë çu këto ligje në gjykatën kushtetuese. Unë nuk muj me marrë me mend qysh gjykata kushtetuese obligimin e ka për më përgjigj për 90 ditë, edhe këto ligje i manë sirtar 1 vjet. Kjo pi bjen që edhe gjykata kushtetuese përshkel ligjin. Se ajo funksionon me ligjin për gjykatën kushtetuese të Republikës Kosovës. Se ma herët e lavdua. Njëri prej neneve, po që ajo du të me dhonë përgjigjeve kushtrim, për 90 ditë du të me dhonë një gjevap. Që shi vjen kjo punë. Në 10 orë të vitit kaluar i kanë qu. Këto ligje në gjykatën kushtetuese. Tash jemi në 10 orë të vitit 2025. Nuk jep